Si të parandaloni thinjat e flokut me këto 5 ushqime? Thinjat e flokut janë një pjesë normale e plakjes, por shpesh ato shfaqen herët për shkak të faktorëve gjenetik, mungesës së vitaminave, stresit dhe zakoneve të gabuara ushqimore. Ndërsa nuk mund të ndaloni plakjen natyrale, mënyra më e mirë për të parandaluar shfaqjen e thinjave të parakoshme është të ushqeni trupin me nutrientet e duhur që mbrojnë pigmentin natyral të flokëve dhe nxisin shëndetin e përgjithshëm të skalpit. Shumë studime shkencore kanë treguar se mungesa e disa vitaminave dhe mineraleve mund të shkaktojë humbje të pigmentit të flokëve dhe të bëjë që thinjat të shfaqen më herët se zakonisht. Për shembull, mungesa e bakrit, vitaminës B12, vitaminës D dhe zinkut është e lidhur ngushtë me shfaqjen e thinjave të parakoshme. Për këtë arsye, ushqimet që i furnizojnë flokët me këto elemente janë një mjet i fuqishëm natyral për parandalimin e thinjave. Në këtë artikull do të fokusohemi tek 5 ushqime kryesore që mund t'i shtoni dietës suaj për të mbajtur flokët të shëndetshëm, të fortë dhe me ngjyrë natyrale më gjatë. Secili ushqim do të përshkruhet në detaje, duke përfshirë nutrientët që ofron, mënyrën e konsumimit dhe efektet e tij në shëndetin e flokëve. 1. Vezët, burimi kryesor i proteinatës dhe biotinës. Vezët janë një ushqim jashtëzakonisht i pasur me proteina cilësore, vitamina të grupit B dhe biotin, e cila është një vitaminë kyçe për shëndetin e flokëve. Biotina ndihmon në prodhimin e keratinës, një proteinë që është baza e strukturës së flokëve. Kur flokët marrin mjaftueshëm biotinë, ata qëndrojnë më të fortë dhe me ngjyrë natyrale më gjatë. Pse vezët ndihmojnë kundër thinjave? Biotina ndihmon në ruajtjen e pigmentit të flokëve. Proteinat ndihmojnë në rindërtimin e qelizave të flokëve dhe në parandalimin e thyerjes. Sulfuri dhe kolina në vezë mbështesin shëndetin e skalpit dhe rritjen e flokëve. Si ti konsumoni? Konsumoni vezë të ziera, të skuqura me pak vaj ulliri ose në omlet me perime. Shtoni të verdhën e vezës në smoothie ose në salcat e sallatave për të përfituar të gjithë nutrientët. Është e këshillueshme të konsumoni të paktën 3-4 vezë në javë për të parë rezultate të dukshme në shëndetin e flokëve. 2. Spinaçi, super ushqimi për minerale dhe antioksidant. Spinaçi është i pasur me hekur, bakër, vitamin A dhe antioksidant të fuqishëm që ndihmojnë në ruajtjen e ngjyrës natyrale të flokëve. Bakri është veçanërisht i rëndësishëm, pasi ndihmon në prodhimin e melaninës, pigmenti që i jep ngjyrë flokëve. Mungesa e bakrit mund të çojë në shfaqjen e thinjave të parakoshme. Pse spinaçi ndihmon kundër thinjave? Bakri dhe hekur ndihmojnë në prodhimin e qelizave të shëndetshme të flokëve. Antioksidantët luftojnë radikalet e lira, të cilat dëmtojnë qelizat pigmentuese të flokëve. Luteina dhe zeaksantina në spinaç mbrojnë skalpin nga dëmtimi oksidativ. Si ta konsumoni? Shtoni spinaç të freskët në sallata ose smoothie. Pjekeni në tigan me pak vaj ulliri për një vak të shëndetshëm. Përdorimi i spinaçit 3-5 herë në javë mund të ndihmojë në ruajtjen e ngjyrës natyrale të flokëve. 3. Arat, burimi i shkëlqyeshëm i omega 3 dhe zinkut. Arat janë një burim i shkëlqyer i acidëve yndyror omega 3. Zinkut dhe vitaminës omega 3 ndihmon në ushqimin e skalpit dhe qelizave të flokëve, ndërsa zinku është kyç për funksionimin e pigmentit dhe parandalimin e thinjave. Arat gjithashtu mbrojnë flokët nga plakja e parakoshme dhe dëmtimet e shkaktuara nga oksidimi. Pse arat ndihmojnë kundër thinjave? Zinku rrit prodhimin e melaninës. Omega 3 forcon qelizat e flokëve dhe parandalon thatësinë e skalpit. Antioksidantët në ara luftojnë stresin oksidativ, një nga shkaqet kryesore të thinjave të parakoshme. Si ti konsumoni? Hani një grusht ara çdo ditë si snack ose shtoni në kos dhe smoothie. Mund t'i bluani dhe t'i shtoni në sallata ose ëmbëlsira të shëndetshme. Për rezultat maksimal, kombinoni arat me ushqime të tjera të pasura me bakër dhe biotin. 4. Fasulet dhe thjerrzat, burimi i proteinave dhe hekurit. Fasulet dhe thjerrzat janë një burim i shkëlqyer i proteinave, hekurit, bakrit dhe vitaminave të grupit B, të cilat janë të domosdoshme për prodhimin e pigmentit dhe rritjen e flokëve. Mungesa e proteinave dhe mineraleve në dietë mund të çojë në flokë të brisht dhe shfaqje të thinjave të parakoshme. Pse fasulet dhe thjerrzat ndihmojnë? Hekuri rrit oksigjenimin e qelizave të flokëve dhe parandalon zbehjen e ngjyrës. Proteinat ndihmojnë në rindërtimin e keratinës. Bakri dhe vitamina bën një mbështesin prodhimin e melanociteve, qelizat që prodhojnë pigmentin. Si ti konsumoni? Përgatisni supa ose sallata me fasule dhe thjerrza.
Shtoni në pjata kryesore si alternativ e proteinës së mishit. Konsumimi i rregull 2-3 herë në javë është i mjaftueshëm për të përfituar nutrientët. 5. Peshku i dhive dhe salmoni, burimi i omega 3 dhe vitaminës D. Peshku i dhive dhe salmoni janë të pasur me acid yndyror omega 3, vitamin D dhe protein të lartë cilësore. Omega 3 ndihmon në ushqimin e skalpit dhe parandalimin e thatësisë, ndërsa vitamina D luan rol në shëndetin e folikulave të flokëve dhe ruajtjen e pigmentit natyral. Pse peshku ndihmon kundër thinjave? Omega 3 mban skalpin të hidratuar dhe të fortë. Vitamina D ndihmon në rritjen dhe riparimin e flokëve. Proteinat e pasura ndihmojnë në prodhimin e keratinës dhe melanociteve. Si ta konsumoni? Hani salmon ose peshk të dhive 2-3 herë në javë. Mund të pjeket, avulloj ose të përdoret në sallata. Kombinimi me perime të pasura me vitamin rrit absorbimin e nutrienteve. Këto 5 ushqime, kur konsumohen rregullisht dhe në kombinim me një dietë të balancuar, mund të ndihmojnë në parandalimin e thinjave të parakoshme dhe të mbajnë flokët të shëndetshëm dhe me ngjyrë natyrale për më gjatë. Në pjesën e dytë të artikullit, mund të trajtojmë receta të thjeshta, kombinime të këtyre ushqimeve dhe këshilla praktike për stilin e jetesës që mbështesin shëndetin e flokëve dhe parandalojnë thinja. Receta dhe këshilla për parandalimin e thinjave. Tani që kemi njohur 5 ushqimet kryesore që ndihmojnë në parandalimin e thinjave të flokut, vezët, spinaqin, arrat, fasulet, thjerrzat dhe peshkun, është koha të fusim ato në dietën tonë të përditshme në mënyrë praktike dhe të shijshme. Përveç konsumit të rregullt të këtyre ushqimeve, kombinimi i tyre në receta të thjeshta mund të rrisë efektin e tyre në shëndetin e flokëve. Një omlet me spinaq dhe arr, fillimi i ditës me energji. Përbërësit: 2 vezë organike, 1 grusht spinaq i freskët, 5-6 arra të grimcuara, pak krip dhe piper, 1 lugë çaj i vaj ulliri. Përgatitja: nxeni pak vaj ulliri në tigan. Shtoni spinaqin dhe skuqeni derisa të zbutet. Rrini vezët dhe hidhni mbi spinaq, përzieni lehtë. Shtoni arrat e grimcuara dhe lëreni të gatuhet për 2-3 minuta. Shtoni pak krip dhe piper sipas shijes. Pse funksionon? Ky kombinim ofron proteinat e vezës, biotinën, bakrin dhe antioksidantët e spinaqit dhe arrave. Ky vakt ndihmon në mbajtjen e flokëve të fortë dhe pigmentuar gjatë gjithë ditës. 2. Supa e fasuleve me thjerza, ushqim për skalpin dhe flokë. Përbërësit: 1 filxhan fasule të ziera, 1 filxhan thjerza të ziera, 1 karrot e prerë në kube, 1 qep e vogël, 2 thelpinj hudhër, 1 lugë çaj i vaj ulliri, krip, piper dhe rigon sipas shijes. Përgatitja: nxeni vajin dhe skuqni qepën dhe hudhrën derisa të jenë të artë. Shtoni karrotën dhe vazhdoni skuqjen për 2 minuta. Shtoni fasule, thjerza dhe 4 gota ujë ose supë perimesh. Lëreni të ziejë në zjarr të ulët për 20-25 minuta. Shtoni krip, piper dhe rigon para servirjes. Pse funksionon? Kjo supë është e pasur me proteina, bakër dhe hekur, të cilat ndihmojnë në prodhimin e melanociteve dhe mbrojtjen e pigmentit të flokëve. Konsumimi i saj 2-3 herë në javë ndihmon në parandalimin e thinjave të parakoshme. 3. Smoothie me spinaq, arr dhe vezë të zier. Për ata që nuk kanë shumë kohë në mëngjes, smoothiet janë një mënyrë e shkëlqyer për të marrë nutrientët e nevojshëm për flokët. Përbërësit: 1 grusht spinaq i freskët, 5-6 arra, 1 vezë e zier e prerë në copa, 1 banane ose 1 mollë për shije, 1 gotë qumësht ose alternativë vegetale. Përgatitja: vendosni të gjithë përbërësit në blender. Përzieni derisa të formohet një masë homogjene. Konsumoni me njëherë për të përfituar të gjithë vitaminat dhe mineralet. Pse funksionon? Ky smoothie është një burim i pasur i biotinës, bakrit dhe antioksidantëve, të cilat ruajnë ngjyrën natyrale të flokëve dhe forcojnë skalpin. 4. Salmoni pjekur me spinaq dhe hudhër, darka e shëndetshme për flokë. Përbërësit: 150-200 g salmon i freskët, 1 grusht spinaq, 1 thelpi i hudhër, 1 lugë vaj ulliri, krip dhe piper. Përgatitja: nxeni furrën në 180°. Vendosni salmonin në tavë, lyeni me pak vaj ulliri, krip dhe piper. Piqeni për 15-20 minuta. Ndërkohë, skuqni spinaqin me hudhrën në tigan. Shërbejeni salmonin mbi shtresën e spinaqit. Pse funksionon?
Salmoni është i pasur me omega 3 dhe vitamin D, duke mbështetur shëndetin e skalpit dhe parandalimin e thinjave. Kombinimi me spinaqin rrit marrjen e bakrit dhe antioksidantëve, duke forcuar pigmentin e flokëve. 5. Këshilla të përgjithshme për stil jete. Përveç konsumit të ushqimeve të mësipërme, këto praktika do të ndihmojnë në parandalimin e thinjave. Reduktoni stresin. Stresi i vazhdueshëm dëmton pigmentin e flokëve. Meditimi dhe aktiviteti fizik janë të dobishëm. Shmangni kimikatet agresive. Përdorimi i shpeshtë i ngjyrave të flokëve mund të shkaktojë dëmtime dhe thinja të parakoshme. Mbrojtja nga dielli. Ekspozimi i tepërt i skalpit ndaj diellit mund të dëmtojë qelizat pigmentuese. Hidratimi i mjaftueshëm. Pini ujë të mjaftueshëm për të mbajtur skalpin dhe flokët të hidratuar. Këto receta dhe këshilla përfshin të gjitha ushqimet kryesore që ndihmojnë në parandalimin e thinjave të parakoshme. Konsumimi i rregullt i tyre, së bashku me një stil jetese të shëndetshëm, mund të bëjë një ndryshim të dukshëm në ngjyrën dhe forcën e flokëve tuaj. Udhëzues javor për parandalimin e thinjave. Për të arritur rezultate të dukshme në parandalimin e thinjave, është e rëndësishme që ushqimet e pasura me nutrient të flokëve të konsumohen rregullisht dhe të kombinohen me një stil jetese të shëndetshëm. Më poshtë kemi përgatitur një udhëzues praktik javor, që mund të përshtatet sipas shijeve dhe rutinës tuaj. Dita 1. Fillimi me proteina dhe antioksidant. Mëngjes. Omlet me 2 vezë, spinaq dhe 5 ara të grimcuara. Çaj bimor pa sheqer. Drek. Sup me fasule dhe thjerza, karota dhe hudhër. Sallat me perime të freskëta. Dark. Salmon i pjekur me spinaq dhe hudhër. Pak quinoa ose oriz integral. Pse funksionon? Ky ditë fillon me protein të lartë dhe antioksidant, duke mbështetur prodhimin e melanociteve dhe mbrojtjen e pigmentit të flokëve. Dita 2. Fokus të minerale dhe omega 3. Mëngjes. Smoothie me spinaq, ara, banane dhe vezë të zier. Pak fara liri për më shumë omega 3. Drek. Sallat me spinaq, salmon të pjekur dhe ara të grimcuara. Vaj ulliri dhe lëng limoni për dressing. Dark. Fasule e zier me perime të ndryshme. Pak buk integrale. Pse funksionon? Kjo ditë është e fokusuar në marrjen e bakrit, zinkut dhe omega 3, të cilat mbajnë skalpin të hidratuar dhe pigmentin natyral të flokëve. Dita 3. Shëndeti i skalpit dhe rigjenerimi i flokëve. Mëngjes. Vezë të ziera me spinaq të freskët. Një grusht ara. Drek. Sup me thjerza dhe karota. Sallat me avokado dhe pak far susami. Dark. Peshk i dhive i pjekur me perime të pjekura. Pak patate të ëmbla të ziera. Pse funksionon? Ky ditë përqendrohet në mbrojtjen dhe rigjenerimin e skalpit, duke përdorur proteinat, vitaminën D dhe antioksidantët. Dita 4. Ushqim për rritjen e flokëve dhe mbajtjen e ngjyrës. Mëngjes. Omlet me spinaq, hudhër dhe ara. Çaj bimor ose kafe organike pa sheqer. Drek. Fasule e zier me sallat perimesh. Vaj ulliri dhe pak limon. Dark. Salmon i pjekur me spinaq dhe hudhër. Pak oriz integral ose quinoa. Pse funksionon? Kjo ditë kombinon proteinat dhe nutrientet që forcojnë flokët dhe ruajnë pigmentin, duke ndihmuar në parandalimin e thinjave të parakoshme. Dita 5. Antioksidant dhe minerale. Mëngjes. Smoothie me spinaq, banane, ara dhe vezë të zier. Pak far lule dielli. Drek. Sup me fasule dhe thjerza. Sallat me perime të freskëta dhe pak vaj ulliri. Dark. Peshk i dhive me spinaq të skuqur dhe hudhër. Pak patate të ziera. Pse funksionon? Ky ditë fokusohet te luftimi i radikaleve të lirë dhe furnizimi me bakër dhe hekur, për të mbajtur pigmentin dhe forcën e flokëve. Dita 6. Kombinimi i plot i nutrientëve. Mëngjes. Omlet me vezë, spinaq dhe ara. Çaj bimor. Drek. Sallat me salmon, spinaq dhe pak fasule. Pak buk integrale. Dark. Sup me thjerza dhe karota. Pak perime të pjekura. Pse funksionon? Kjo ditë përforcon të gjitha nutrientët e nevojshëm për pigmentin, hidratimin dhe rigjenerimin e flokëve. Dita 7. Ditë e lehtë dhe rigjeneruese. Mëngjes. Smoothie me spinaq, ara, banane dhe vezë të zier. Pak fara liri ose chia. Drek.
fasule e zier me perime të freskëta, sallat me avokado dhe vaj ulliri, dark, peshk i dhive ose salmon i pjekur, spinaq i skuqur me hudhër. Se funksionon? Dita e 7 përdoret për të rigjeneruar trupin dhe flokët pas një jave ushqimi të pasur me nutrient, duke mbajtur flokët të pigmentuar dhe të fortë. Këshilla shtesë për shëndetin e flokëve. Pini ujë të mjaftueshëm. Hidratimi i trupit ndikon direkt në shëndetin e skalpit dhe flokëve. Kombinoni ushqimet. Kombinimi i bakrit, zinkut, proteinës dhe antioksidantëve rrit efektin në parandalimin e thinjave. Mëngjeset janë kyçe. Filloni ditën me ushqime të pasura me biotin dhe protein për të mbështetur prodhimin e pigmentit. Stili i jetesës. Ulni stresin, shmangni duhanin dhe mbrojtuni nga dielli për të ruajtur ngjyrën natyrale të flokëve. Në këtë mënyrë, duke ndjekur këtë plan javor, flokët tuaj marrin të gjithë nutrientët e nevojshëm për të qëndruar të fortë, të shëndetshëm dhe me ngjyrë natyrale, duke parandaluar shfaqjen e thinjave të parakoshme. Trajtime natyrale dhe ritualet javore kundër thinjave. Përveç ushqimit të shëndetshëm, flokët kanë nevojë për trajtim të jashtëm për të mbrojtur pigmentin dhe strukturën e tyre. Trajtimet natyrale janë një mënyrë e sigurt dhe efektive për të ruajtur ngjyrën dhe shëndetin e flokëve, pa përdorur kimikate që mund të dëmtojnë skalpin. 1. Maska flokësh me vezë dhe vaj ulliri. Përbërësit: 1 vezë, 2 lugë vaj ulliri, 1 lugë mjalt opsionale. Përgatitja dhe përdorimi. Rrini vezën dhe përzieni me vajin e ullirit dhe mjaltin. Aplikoni masën në flokët e lagur, duke filluar nga rënjët deri te majat. Mbështirni flokët me kapel plastike ose peshqir dhe lini të veprojë 30 minuta. Shpëlani me ujë të ftohtë dhe shampo të butë. Pse funksionon? Vezët janë të pasura me protein dhe biotin, të cilat forcojnë strukturën e flokëve dhe mbajnë pigmentin. Vaj ulliri ushen skalpin dhe parandalon thatësinë. Ky ritual mund të përsëritet një herë në javë. 2 vaj kokosi i përhidratuar dhe për forcim të flokëve. Si ta përdorni? Ngrohni pak vaj kokosi dhe masazhoni skalpin me lëvizje rrethore për 5-10 minuta. Lëreni vajin të qëndrojë në flok 1 orë ose gjatë natës, pastaj shpëlani. Pse funksionon? Vaji i kokosit është i pasur me acid laurik dhe antioksidant që mbrojnë flokët nga dëmtimet dhe parandalojnë humbjen e pigmentit. Masazhi gjithashtu stimulojnë qarkullimin e gjakut në skalp, duke nxitur rritjen e flokëve. 3. Maska me avokado dhe arr. Përbërësit: 1 avokado e shtrydhur, 5-6 arra të grimcuara, 1 lugë vaj ulliri. Përgatitja: përzieni të gjithë përbërësit deri të krijohet një masë e butë. Aplikoni në flokë dhe skalp, lëreni të veprojë 30-40 minuta. Shpëlani me ujë të vakët dhe shampo të butë. Pse funksionon? Ky kombinim jep protein, omega 3 dhe bakër, të cilat ndihmojnë në parandalimin e thinjave dhe mbrojnë pigmentin natyral të flokëve. 4. Ushqim për skalpin. Hudhra dhe vaj ulliri. Hudhra është e njohur për vetitë e saj antioksiduese dhe antibakteriale. Për flok të shëndetshëm, shtypni 2 thelpinj hudhre dhe përzieni me 2 lugë vaj ulliri. Masazhoni skalpin me këtë përzierje për 5-10 minuta. Lëreni të veprojë 30 minuta dhe pastaj shpëlani. Pse funksionon? Hudhra stimulojnë qarkullimin e gjakut dhe forcojnë rënjët e flokëve. Ky ritual ndihmon gjithashtu në parandalimin e humbjes së flokëve dhe në ruajtjen e pigmentit. 5. Shmangia e produkteve kimike dhe nxehtësisë. Shmangni ngjyrat artificiale dhe trajtimet me kimikate të forta. Përdorni tharse flokësh në temperaturë të ulët ose lërini flokët të thahen natyralisht. Përdorni shampon dhe balsam të butë, pa sulfat dhe parabene. Pse funksionon? Kimikatet dhe nxehtësia dëmtojnë qelizat pigmentuese dhe strukturën e flokëve, duke nxitur shfaqjen e thinjave të parakoshme. Trajtimet natyrale mbrojnë ngjyrën dhe forcën e flokëve. 6. Rituale javore për forcim dhe ngjyrosje natyrale. 1 herë në javë, maska me vezë dhe vaj ulliri. 1 herë në javë, masazh i skalpit me vaj kokosi. 1 herë në javë, mask me avokado dhe arra. 2-3 herë në javë, konsumimi ushqimeve kryesore si salmon, spinaq, fasule dhe arra. Pse funksionon? Kombinimi i ushqimit të pasur me nutrient dhe trajtimeve natyrale mban flokët e hidratuar, të fortë dhe me pigmentin natyral, duke parandaluar shfaqjen e thinjave të parakoshme. Udhëzues mujor për flok të shëndetshëm dhe pa thinja.
Për të arritur rezultate të qëndrueshme, është e rëndësishme të ndiqni një rutinë të kombinuar që përfshin ushqime të pasura me nutrient, trajtime natyrale dhe stil jete të shëndetshëm. Ky udhëzues mujor ndihmon që flokët të qëndrojnë të fortë, të hidratuar dhe me pigmentin e tyre natyral. Java 1. Fillimi i transformimit. Mëngjeset. Omlet me vezë, spinaq dhe 5 ara të grimcuara 3 herë në javë. Smoothie me spinaq, banane dhe vezë të zier 2 herë në javë. Drekat. Sup me fasule dhe thjerza, sallat me perime të freskëta. Salmon i pjekur me spinaq dhe vaj ulliri 2 herë në javë. Darka. Fasule e zier me perime të freskëta. Peshk i dhive ose salmon i pjekur me spinaq të skuqur. Trajtimet natyrale. Mask me vezë dhe vaj ulliri 1 herë në javë. Masazh i skalpit me vaj, kokosi 1 herë në javë. Java 2. Ushqimi i përforcimit. Mëngjeset. Smoothie me spinaq, ara, banane dhe vezë të zier. Vezë të ziera me spinaq të freskët. Drekat. Sallat me salmon, spinaq dhe pak fasule. Sup me thjerza dhe karota. Darka. Peshk i dhive me spinaq të skuqur dhe hudhër. Fasule e zier me sallat të freskët. Trajtimet natyrale. Mask me avokado dhe ara 1 herë në javë. Masazh i skalpit me vaj, kokosi 1 herë në javë. Java 3. Rritja e pigmentit dhe forca e flokëve. Mëngjeset. Omlet me vezë dhe spinaq, me pak ara. Smoothie me spinaq dhe banane. Drekat. Sup me fasule dhe thjerza. Salmon i pjekur me spinaq dhe hudhër. Darka. Peshk i dhive me perime të pjekura. Sallat me fasule dhe vaj ulliri. Trajtimet natyrale. Mask me vezë dhe vaj ulliri 1 herë në javë. Masazh i skalpit me vaj, kokosi 1 herë në javë. Java 4. Stabilizimi dhe mbajtja e rezultateve. Mëngjeset. Smoothie me spinaq, ara dhe vezë të zier. Omlet me spinaq dhe ara. Drekat. Sup me thjerza dhe perime. Sallat me salmon dhe spinaq. Darka. Fasule e zier me perime. Peshk i dhive ose salmon i pjekur me spinaq. Trajtimet natyrale. Mask me avokado dhe ara 1 herë në javë. Masazh i skalpit me vaj, kokosi 1 herë në javë. Këshilla të përgjithshme për muajin e parandalimit të thinjave. Konsumoni ushqimet kryesore rregullisht. Vezët, spinaçi, arat, fasule, thjerzat dhe peshku janë bazë për pigmentin dhe forcën e flokëve. Bëni trajtime natyrale. Maskat dhe masazhet javore ushqejnë skalpin dhe ruajnë strukturën e flokëve. Reduktoni stresin. Aktivitetet fizike, meditimi dhe gjumi i mirë janë të domosdoshme për shëndetin e flokëve. Shmangni kimikatet agresive, ngjyrat artificiale, tharësit me nxehtësi të lartë dhe trajtimet e forta dëmtojnë flokët. Hidratohuni. Pini ujë të mjaftueshëm çdo ditë për flokë të hidratuar dhe me shkëlqim. Rezultati i pritur pas 1 muaji. Flokët do të jenë më të fortë dhe më të hidratuar. Pigmenti natyral i flokëve do të ruhet më gjatë. Thinjat e parakoshme do të jenë të zvogluara ose të ngadalësuara në shfaqje. Skalpi do të jetë më i shëndetshëm, duke ndihmuar rritjen e flokëve të rinj. Ky udhëzues mujor kombinon dietën, trajtimet natyrale dhe stilin e jetesës, duke ofruar një strategji të plotë dhe natyrale për të parandaluar thinjat e flokëve. Përsëritja e këtij plani çdo muaj mund të sigurojë rezultate të qëndrueshme dhe flok më të shëndetshëm për një kohë të gjatë.